me bilbilin e shqiptarisë Shyrete Beluli. Si ndjeni sot që ke marrë shumë titull, po ambasador për paqe ndoshta ke një ndjesi të veçantë? Është papërshkrueshme, sinqerisht jam shumë e nderuar që sot jam në mesin e gjithë të tjerëve të cilët sot u nderuan si ambasador të paqes. Të jesh ambasador e paqes nuk është pak. Kështu që unë jam shumë e lumtur dhe shumë e kënaqur. Dhe ishe për kraj emrave shumë të njohur të Kosovës dhe artistit Sabri Feyzullahu, pra dy artistë elitar të Kosovës dhe të shqiptarisë. Po, është vërtet, bashkë me Sabriun, kolegun tim dhe edhe të tjerët të profileve të ndryshme, unë isha këtu bashkë. Kjo sot që isha këtu që përjetova, më shtyn që dhe më tej të punoj dhe t'i ofroj këngë bukra publikut tim që më mban gjallë në skenë që sa vjetë. Ndjesia që ti e more këtë titull sot në 18 vjetorin e shpalljes së Kosovës së Pavarur. Po. Është shumë e veçantë kjo ditë, bashkë kjo ditë që ishte shumë e veçantë që bashkë ditën e pavarësisë së Kosovës të marrë edhe një dhuratë ashtu them si ambasadore e paqes. Njerëzit presin projekte e tjera në vazhdim. Patjetër gjithmonë në shërbimin e publikut tim. Falenderoj dhe të këndov zemra gjithmonë. Amin, faleminderit edhe juve shumë. Shumë të Faleminderit.